A duhet të vazhdohet në një vepër veçantë? Pikës pari, me thonë sa i përket veprimit pas Ramazanit, ka disa vepra, por fillimisht, Allah subhanahu wa taala ka thënë, ja ledhina amen, o që keni besu, ju është bërë juve obligim agjerimi, sikur se është bërë agjerim, sikur se është bërë obligim atyre të cilët kanë qenë para jush, për me një qëllim. La'allakum tattaqun, që mu bojë musliman më të mirë. Fillimisht, ky është qëllimi i agjerimit. Sevapet i kena, sevapet mundena me fitu. Gjënat munden me të falë. Në regull jena deri këtu. Ku është problemi? Se ky është rezultat i këtij adhurimi, ama nuk është qëllim. Qëllimi i agjerimit është që na të bëna më të mirë. Dhe na kur bëna më të mirë, atëherë fillojna me veprimin e veprave. Fillohet nga, ne unë cekë më herë, do me thonë për shembull e përmendëm istighfarin, duaja, ta lutim Allahun subhanahu wa taala të na pranon. Njëjtë është edhe, më thonë, sadakatul fitri. Që kanë thonë dietarët, sadakatul fitri është sikurse dy rekatet e sejdës së harresës. A din njeriu kur gabon namaz? Po. Edhe do me thonë që se gabon ndonjë vajxhib ose ndonjë sunet, çka ndodh? Bën sejdë harresë, do me thonë dy sejdë në fund. Me këtë e kompenzon çka? Gabimin, do me thonë një gabim të cilin e ka bo, ai e ka bën në namaz. Kjo është, do me thonë njëra pi veprave. Vepër tjetër e kena agjërimin e 6 ditëve të Shevalit. Ai i cili agjeron Ramazanin, siç ka ardhur shpjegimi në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka sikurse me agjeru sa? 10 muaj. Një muaj herë 10, el hasanatu bi ashati amthaliha, një sevap është me 10 fishin e saj. E ka si me agjeru 10 muaj. Tamam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili agjeron Ramazanin dhe ja shton 6 ditë të Shevalit, e ka sikurse me agjeru gjithë vitin. Shpërblimi të Allahut është? Shpërblimi është se me agjeru 365 ditë. Shpërblimi është 360 ditë. Po. Me hynor, përafërsisht, do me thonë, themi, me llogaritje hynore. Se ashtu është Ramazani ose 29 ose 30 ditë. Mirë. Si llogaritet kjo? 10 muaj, një muaj sa 10 dhe 6 ditë, herë 10, 60, janë 2 muaj dhe komplet një vit. Nëse njeriu vazhdon gjatë jetës së tij të agjeron muajin e Ramazanit dhe 6 ditët e Shevalit, ky person llogaritet se gjatë gjithë jetës së tij ka agjeru. Për çdo ditë, vesh me një muaj Ramazan edhe me 6 ditë të Shevalit, po agjeron sa? Një vjet, apo? Tamam, për çdo vit Ramazan, për çdo vit muaj Sheval, ditët e Shevalit, 6 ditët, ty të llogaritet se ti e ke agjeru komplet jetën tënde. Ja, subhanallah. Ma gjenë ndonjë gabim që Allahu ta shkruan sikurse me gabu gjatë gjithë jetës tënde. Nuk gjenë. Po gjemë një gabim si me agjeru, si me gabu gjatë gjithë ditës? Nuk gjenë. Se vape, sa të dush. E ka bo Allahu subhanahu wa taala që jeta jonë tjetë se vape. Jeta jonë tjetë agjerim. Ti hanë buk, qohësh, hanë buk, pinuj, del, shkan, vjen, as një penges nuk ke, ty të shku se ka agjeru, valla, gjatë gjithë vitit ka agjeru. Pse? Se ka agjeru Ramazanin edhe ka agjeru 6 ditët e Shevalit. Po ashtu është edhe ditët të cilët kanë mbetur pas, do me thonë, për t'i agjeru. S'ke pas mundësi, si thotë Allah subhanahu wa taala, i cili është i smut, ose është në udhtim, iddatun min ayamin ukhra, le ta kompenzon me ditë më vonë. Allahu për juve don lehtësim dhe nuk don për juve vështirësi. Andaj, edhe këto ditë i agjeron pas Ramazanit dhe të shkruhet sevapi sikurse
kisha agjëru Ramazan, që se te e ke lanë këtë me arsye. Pastaj, dhe me thonë, një vepër që është tepër më rëndësi, vllazën Allah, ajo është çështja e namazit. S'mundet, nuk mundet një musliman që e ka arrit Ramazanin, që e ka përjetu, me thonë, ka hyna në pit stopin, është full, dhe me dalë dhe mi thonë Zotit, o Zotin, s'ka mundësi me falë namazin për ty. Nuk ka gabim më të madh të cilën mund të bën një agjërues musliman, se sa që pas si që të kalon Ramazani, të alen namazin. Nuk ka gjëna. Maj ma se alkoholi, maj ma se mishi derit, maj ma se gjdo me katë, Allah në rujtë. Andaj, duhet që në mendjet tona, fokus, qëllim jonë i Ramazanit, që se u jam nga ata të cilët si jam falë para Ramazanit, me ardhë Ramazanit mu më shëndru një person tjetër. S'mundesh ti, me thonë, ke dalë në garë për në xhenet, ke dalë në rrugtimin për në xhenet, edhe mos me pas ti namazin. S'mundet, nuk i plotson kushtet. Kushtet nuk i plotson. Allah na përmirëson. Amin.